Konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. Por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, që doni me i bon në mënyrë të msheftë. Kaq, në qoftë se ju do të procedoni natyrisht që kjo lanë do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Andaj do të bëjmë pjesë të cirkut juve, sa për bujqësqeshjet e juve, veç për au kujtoj, zravo mimoza. Të nderuara deputete, të nderuar deputet. Deri sot kemi pasur disa tentime, por pa prodhuar rezultate në zgjedhjen e kryetarit, kryesisë dhe konstituimit të kuvendit. Marrë parasysh aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 për çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, konkretisht paragrafin 124, ku thuhet se votimi mund të jetë i formës së hapur, i fshehtë apo çfarëdo forme tjetër, dhe bazuar edhe në rregullorin e punës së kuvendit, e cila në nenin 61 paragrafi 4 e parasheh edhe votimin e fshehtë, me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. E ftoj administratën që ta bëjnë përgatitjen e nevojshme për realizimin e këtij procesi të votimit. Ndërkohë, ftoj përfaqësuesit e partive politike që të propozojnë nga një antar për komisionin përkatës të këtij procesi për zhvillimin e procedurës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Të nderuar kryesues, ne për këtë komision të votimit e caktojmë deputetin e Kuran Murat. Kryesues, s'po besoj që ki kompetenca me vullnamën të grupit parlamentar të PD-s. Disa çështje. Zoti Kurti thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit me ndryshu formën e votimit. Prej kur ka kuvend, edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që për një me marr votat dhe ju e dini që ka në mesin e juj të tillë. Por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, që doni me i bon në mënyrë të msheftë, apo mendoni që ka ndaj pazar për cilin ju e dini ne tjerë se dim që është në kutin e votimit, ju s'keni të drejtë. Ju nëse doni me thellu e thelloni tutje. Ju dini që po krijoni precedent antikushtetues. E dini që në rastin e pamundshëm që e keni edhe me kalu, që kjo ju rrëzohet në ardhmen. Por në zërën e një kandidat që kalon. Do t'ja përkujtoj se debat nuk ka në seancën konstitutive. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë dhe do t'ju shohim e do të bëhemi dëshmitar për shkak të qytetarëve që na kanë votuar në këto ulse të këtij cirku që po doni me bë, por vërtet është fyrje për këtë qytetarë që kanë votuar juve, kjo sjellje dhe kjo qasje edhe kjo tallje me kuvendin e Republikës. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha dhe më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Kjo që po ndodh këtu vërtet është për keqardhje. Aleanca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Sa për bujqësqeshjet e juve, veç për au kujtoj, zravo mimoza. Të nderuar deputet, në votim kanë marrë pjesë kanë dhënë votën 55 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, atëherë detyrohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi
me 3 maj në orën 10. Ne po mundohemi maksimalisht, qoftë me komunikim të drejt për drejt, qoftë me ftesë në nivel të kryetarëve të partive siç ndodhi sot, por edhe me mënyrën e formës së votimit në cilin do të lirohej ose do të mundsohej që vullneti i deputetëve të shprehej përmes votimit të fshehtë, por ajo as nuk u pranua si alternativë. Duke e mundësuar votimin e kryetarit të kuvendit edhe të nënkryetarit. Çështja e dytë, unë besoj që edhe sot është përfaq para qytetarëve, para jush, që ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashiku, jashtë të quajtëri koalicioni Plas. PDK, LDK, AK dhe Lista Srpska. Ekziston ky koalicion.